Mirë se erdhët peshor të dashur në letra të rfejnë, jam Diana dhe do bëj një mesazh për ju. 7 Michaelit quhet kjo letër këtu. Vini re, është një person që ka 2 rrugë para, tamam peshore, 2 rrugë para, të pavendosur, dhe një angel ndoshta që po i ndihmon të gjej atë rrugë. Përpara teje pra duket një situatë ku do duhet të mendosh shumë më me kujdes se zakonisht peshor. Jo çdo gjë është ashtu siç po të paraqitet dhe kjo letër të paralajmëron të mos besosh verbërisht tek njerëzit, premtimet apo informacionet që dëgjon. Në të ardhmen mund të përballesh me një zgjedhje të rëndësishme, mund të jetë në punë, para, marrëdhënie, dhe këtu gabimi më i madh do ishte të veprosh me nxitim ose vetëm emocionalisht peshor. Ka detaje që ende nuk i ke parë qartë. Nëse ka të bëj me dashuri, kjo letër flet për paqartësi, komunikim jo të plotë, ose dikë që nuk po tregon gjithçka. Nuk do të thotë domosdoshmërisht rreth tij, por tregon që duhet të hapësh sytë dhe të mos idealizosh situatën. Në jetën praktike mund të kuptosh që mënyra si ke vepruar deri tani nuk po të jep rezultatet që do. Dhe sinqerisht kjo letër do të thotë që ndonjëherë duhet të ndryshosh strategji, jo vetëm të vazhdosh të insistosh në të njëjta rrugë. Nuk mund të presim progres nëse bëjmë të njëjtat gabime. Këshilla e kësaj letre thot, kontrollo gjithçka 2 herë peshore. Dokumente, marrëveshje, njerëz, fjalë, mos merr vendime vetëm sepse do qetësi momentale. Kjo është një gjë afatgjate dhe mendo afatgjat.